ushtarë të sotshëm të Kosovës që janë pjesë të FSK-s morën pjesë në një stërvitje ku u reagua në një rast të trafikimit me qenie njerëzore. Kjo po bëhet në kuadër të operacionit fushor Shqiponia 5. Të armatosur po e ruajnë bazën e tyre. E kjo sipas informatave që ka Forca e Sigurisë së Kosovës, shërben për kontrabandim me qenie njerëzore. Në këto situate, Brigada e Reagimit të Shpejtë, këtyre ju përgjigjet me zjarr. Trupat hyjnë në objekt dhe brenda pak minutave, elementet e dyshuar neutralizohen. Ky në fakt është një improvizim që kjo trup po e bën në kuadër të operacionit fushor Shqiponia 5. Por kjo aksion i shtrirë në disa zona të malësisë së Hasit të Prizrenit, u përcoll edhe nga ministri i FSK-s Haki Demolli e komandanti i saj Rahman Rama. Derisa mungoi presidenti i vendit Hashim Thaçi, ani pse ishte paralajmëruar vizita e tij. Këta erdhen edhe në këtë kamp ushtarak në Mazrek, ku Forca e Sigurisë udhëheq operacionin. Këto u tregua se në fokus të operacioneve është menaxhimi me refugjat. Refugjatët fillojnë me gjetë rrugë tjera alternative të lizit. E një pjesë e tyre veç kishte ardhur në kufi. Situata rrezikon të eskaloj, ku refugjatët sirian tentonin të kalonin kufirin. Në asistencë vije policia ushtarake. Këta u kërkojnë refugjatëve të mos nxisin tensione. E urdhrave të tyre u bindën këta të fundit. Një nga një lihen të hyjnë në territorin e Kosovës, por jo pa ju nënshtruar kontrolleve. Pas këtij procesi u jepet edhe ndihma e parë. Derisa për ta është përgatitur edhe kampi në të cilin do të marrin trajtimin e merituar. Përmena kampin, asioni i personelit nuk ka ardhur, për arsye me sot pas panik të refugjat. Me atë që pa këtu, ministri i FSK-s Haki Demolli u nda fort i kënaqur. Bile ky tha se kjo forcë është e gatshme për të shndërruar në ushtri, por për këtë gjë sipas tij, bara bie mbi kuvendin. Ne nga ky vend kërkojmë që kuvendi i Kosovës sa më parë që është e mundshme të aprovoj amandamentet kushtetuese, të aprovoj draft ligjin të cilin tani më ja kemi përcjellë qeverisë së Kosovës, sepse vërtet FSK-ja është e gatshme për transformim. Të gatshme këto trupa për të marrë përgjegjësitë e reja i vlerëson edhe komandanti i saj Rahman Rama. Është e gatshme të punoj bazuar në mandatin që ka, por gjithmonë tu para përgatit edhe për detyrat të reja që mund dalin tani. Në këtë operacion fushor demonstrua edhe kërkim shpëtimi, derisa në gjithë këtë, FSK u mbështet edhe nga forcat amerikane, Garda e Jovas dhe trupat Statmos.